Të dashur shqiptar, thuhet që mos derdh krip sepse vjen fati keq, por origjina e fjalës zgabonj në shqip tregon që fati ynë i keq na ka përndjekur gjithë jetën. Më keq se kaq nuk ka. Hajde derdhim pak krip. Nuk ka më keq. Fjala gjyps në shqip, zgabonj, skaba në gjuhën arumune dhe rumune, shqype shqip, vjen nga duali i greqishtes së lashtë. Është e frikshme. Kjo ka shpëtuar të gjithëve sepse gjuha greke ka ndryshuar. Fjala e lashtë, gyps, mashkullore, në dual ishte gype. Kujt i shkonte mendja që shqipja e merr fjalën nga duali i gjuhës homerike. Kjo është përdorur në Iliad, gype. Gype përdoret në Iliad, po sidomos tek Odisea, kur ti do të marrësh vesh dëshirat e të vdekurve. Ti duhet të ushqesh një gype, t'i japësh coftina, mishin e të vdekurit praktikisht. Dhe pastaj kur e hash qiponja ose zgabonja të vdekurin, coftinën, ose mish coftinash, ajo të tregon ty mesazhin e të vdekurve. Në këtë mënyrë Odisea komunikonte me baban e tij, ushqente këtë gypen. Dhe në gjuhën homerike del pa formën e trajtës së shquar to gype, që është në greqishten e Atikës. Ky është i vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe helenishtes. Në ilirisht dhe në gjuhën mesape nuk përdoren format e trajtës së shquar. Pra duali është në shqip një gype, dy gype. Është duali i helenishtes së lashtë. Në gjuhën shqipe ka ruajtur formën y në origjinal, të pandryshuar. Më keq s'ka, edhe në krip. Pra fjala gype, gjype, shqiponjë, shkaba, skaba, që ka hyrë dhe në arumanisht, edhe në gjuhën e dakëve, vjen nga gjuha homerike. Ne e kemi marrë. Në gjuhën greke kjo shqiptohet ips sot. Nuk shqiptohet gjëja fare dhe yja është bërë i. Mendohet që kjo ka ndodhur në shekullin e 4 të erës sonë, kur fiset gote shkatrojnë perandori romake të perëndimit, djegin në Romën, formohet fisi italik, përzierje gotësh dhe romakësh dhe fiseve italike, dhe njëjta gjë ka ndodhur edhe në Greqi. Është pushtuar Greqia nga gotët, janë shkatruar të gjithë vendbanimet e lashta, absolutisht, totalisht, dhe janë shkryer fiset gjermanike me fiset helene dhe lindi greqishtja demodike ose kini i thon ato sot. Greqishtja e zakonshme, e plebejve, që në fakt është greqishte e fiseve gjermanike dhe e fiseve helene, ilire, të bashkuara, dhe ata ndryshojnë gjuhën helene. Ndërsa shqipja i qëndron më shumë besnike gjuhës së Homerit se sa vetë greqishtja. Prandaj kjo ka shpëtuar të gjithëve. Pra me y është në gjuhën e shqiptarëve të veriut, një lloj si në gjuhën e Homerit. Gype. Ne kemi marrë këtë fjalë nga duali i gjuhës së Homerit. Dhe ne kemi ruajtur edhe g-n nistore kemi kthyer në gjë, edhe y-n e kemi ruajtur një lloj si në gjuhën e Homerit, të pandryshuar. Kjo grekërve nuk ju pëlqen. Fjala gype, shqype, gjype tregon ndryshimet fonetike të shqipes që nga periudha homerike deri tani. Është e frikshme, por gjuha greke homerike vërteton që jemi vendas. Vetëm fjala shqype dhe gjype. Por nuk të shkon në mendje që një shqipe, dy shqype, një gjype, dy gjype është duali i gjuhës së Homerit, i ruajtur në shqip. Tani, a e meritoj unë diplomën doktor shkencash apo jo? Ju e dini, por shikoni se çfarë kam gjetur.
Të dashur shqiptar, në gjuhën greke, ky ishte emër i gjinisë mashkullore, gyps me y. Dhe ndryshimi mendohet të ndodhur në periudhën kur hyn gotët në Iliri dhe në Hellad dhe ndryshojnë y-n në i dhe gjën ose gën nistore e kthejnë në j. Jips është në greqisht. Ndërsa shqipja jonë e bukur ka ruajtur të paprekur jo vetëm shqiptimin, gype, por ka ruajtur edhe formën e dualit që nuk ekziston në greqishtën e sotme. Ta shikojmë bashk? Tani kjo është e frikshme. Pra, duali dy gype, ose në greqisht di gipe, ose ipe, në shqip është dy gjype, edhe dy shqype, dhe nga kjo ka ardhur forma e gjinisë femërore në shqip, që i përket dualit të greqishtes, ndërsa mashkulloria është bërë ips në greqisht. Më kuptoni apo jo? Kjo është gjuha e Homerit, ndërsa në greqisht kjo është e paimagjinueshme, duhet shtuar forma e tretë të së shquar to, ipe, për ndryshe grekët s'të kuptojnë se çfarë po thua. Është e pamundur të komunikosh me ta, pra gjuha e Homerit i përshtatet më shumë shqipes, vërtet, se sa greqishtes së sotme, e pabesueshme. Tani çfarë është ipe? Është shqiponja e zezë e flamurit të Bizantit. Pra është një përbindësh ai që ruan pemën e jetës, po ju nuk e dini se ç'është ky. Është një lloj përbindëshi. Quhet grifon, është gjysëm shqiponj, gjysëm dragua. Edhe tek hititët ashtu ishte, me dy koka. Sepse ishin dy shqiponja të ngjitura bashk, nuk është një shqiponje vetme, dhe këto dy shqiponja ruajnë pemën e jetës. Pema e jetës mbi vendoset mbi kokën e dy shqiponjave. Ndërsa Gjergj Kastrioti merr yllin e Davidit dhe vë mbi kokën e dy shqiponjave, po këto dy shqiponja nuk ruajnë yllin e Davidit, siç mendonte Gjergj Kastrioti, i cili nuk kuptonte mitologjinë e lashtë hitite që nuk ishte zbuluar akoma, ishte e varrosur në Turqi. Pra këto dy shqiponjat bashkohen për efekte ikonografike, po shpesh ishin të ndarë dhe në mes tyre ishte pema e jetës. Kështu është edhe në simbolet iraniane dhe kjo është marrë nga Sumerët, qytetërimi më i lashtë në Irakun e sotëm. Janë dy shqiponja përbindësha që ruajnë pemën e jetës, pastaj shpesh pema hiqet fare dhe ato bashkohen. Këtë simbol, pemën e jetës, e kanë marrë dhe çufot dhe quajnë zbulimin e tyre të mrekullueshëm e kanë marrë nga Iraku i sotëm, se dhe ata janë hajdut. Si ne. Pra, ideja që ne jemi gyptar, shqyptar, vjen nga kjo shqiponja zezë. Kjo mungon fare tek arbreshët, edhe tek arvanitasit. Po çfarë janë arbreshët? Arbreshët nuk vinë nga Shqipëria, janë përzënë nga Greqia në shekullin e 15 si bashkpunëtor të venedikasve. Janë përzënë. Pra shqiptarët janë përzënë val, genocidi ka vazhduar me shekuj në Greqi dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite, janë hequr të gjitha shkollat arvanitase në Greqi dhe shqiptarët, brezi 2 dhe brezi 3 flasin vetëm greqisht, janë helenizuar komplet, ata që ikën nga vitet 90 janë grek, ashtu e quajnë veten ata. Pra kemi të bëjmë me njerëz me tëmeta mendore. Këta janë shqiptarët. Fjala gjype dhe gype nuk ekziston fare as tek shqiptarët Arbanasi. Pra ka hyrë në momentin kur Shqipëria, pra, mori flamurin e Bizantit, flamurin, gjyptarët, jemi ne shqiptarët, dhe hyrë në gjuhën shqipe dhe bëhemi gjyptarë neve. Pra ka hyrë nga greqishtja, ka hyrë edhe në gjuhën arumune, shkaba, skaba, nëpërmjet arumanishtes dhe shqipes. Është e pabesueshme. Kjo fjalë mungon tek shqiptarët e Ukrainës, të cilët pas kanë ikur shumë më herët nga Shqipëria, dhe nuk e njohin as fjalën gype, as gjype, as shqiptar,
as Skënderbeu nuk e njohin fare, nuk e din kush është, nuk e dinin që ishin shqiptar, janë zbuluar nga antropologët rus në vitet 1930, që gjuha e tyre ishte ngjashme me gjuhën e Shqipërisë. S'dinin gjë fare shqiptarët e Ukrainës në Karakurt, që do thot ujë ku i zi në turqisht. Ata nuk e dinin që ishin me origjinë nga Shqipëria, absolutisht fare. Merreshin me dele dhe ashtu merren edhe sot e kësaj dite, ishin dalmat ose deletar, fjalë për fjalë. Nuk kanë tempuj, siç nuk kanë tempuj shqiptarët që vërtiten me dele. Një popull baritor, shëtitës, gjyptar. Pra ne marrim fjalë homerike, i përdorim, s'dim nga vijnë, mi po ta studiosh greqishten e lashtë, jo atë të sotme, kupton që shumë fjalë të shqipes janë nga greqishtja e lashtë. Pra Homeri nuk flet shqip. Ne kemi huazuar fjalët e Homerit dhe na duket Iliada sikur flet shqip, sepse jemi me të meta mendore. Kur them jemi, 99.99% e shqiptarëve dhe ndoshta unë dhe disa ndjekës të mi në TikTok dhe në YouTube kemi ndryshuar mendimin se çfarë jemi. Do më thënë jemi kazan, fjalësh helene, simbolesh helene që ne na duken si shqiptare, po janë të huazuara prej tyre. Dhe ky simbol është futur nga familja Kastrioti në shekullin e 15, nuk ekzistonte gype. Nuk ekziston as si fjalë në gjuhën arbëreshe dhe atë arvanitase. Fare. Pra e kanë marrë kastriotët gypen dhe na mbetin e gypja në gyp. Kemi bërë gyptar, kemi bërë grek me dëshirë. Kemi rizbuluar qytetet antike ilire dhe rezultojnë janë të gjitha greke, dhe në vend që të heqim emrat e këtyre qyteteve, për shembull Apollonia, ta quajmë qytetin e diellit, afishojmë si qytet grek, guidat janë në greqisht dhe në anglisht, turistët u kënaqen, po tallen me ne, po bëjnë meme në internet, jemi bërë objekt shakash, po qeshin me ne, po shumë mirë që po qeshin se ndoshta e qeshura e turistëve do ju zgjoj sepse jeni në gjumë, keni bërë apokalips, keni hapur varet greke dhe thoni që janë shqiptare. Keni hapur pllakat greke, thoni që janë të gjyshëve tanë, janë greke. Dhe merren fjalën gype të dualit nga homerishtja dhe thoni që është shqipe. Jeni bërë gyptar. Ju falenderit për vëmendjen të dashur, gyptar ose gjyptar në filma të tjerë shkencor. U kënaqë tani, o gyptar, që flisni homerisht.